Më duhet t'ju shpjegoj diçka për situatën absurde që shohim me PD-n këto ditë. Në radhë të parë, mund t'ju them se non grata e Berishës mund të ishte hequr pa paguar $1, edhe nga individ që mund të bënin këtë për arsye të tjera, si për shembull ndihmë opozitës e të tjerë. Fakti që këta kanë paguar disa si Laci Vita dhe Trulio $6 milion nuk e ka bërë Amerikën me ta, siç thot Flamurno ka lart e poshtë, por ka bler disa konsulent që po mundohen të bëjnë para në emër të Trumpit. Trump as do të marrë para as nuk intereson paraja e këtyre. E njëjta gjë shkon dhe me Rubion, prandaj them, shanset do të ishin më të larta për t'i hequr njollën Berishës, nëse dikush do kishte lobuar me shpirt dhe do dinte si ta parashtronte këtë çështje në institucionet e duhura. Firmosja e kontratës tregon thjesht që në atë Shqipëri të vogël dhe të varfër, këta që kanë realisht të korruptuar, sepse as oligarkët rus nuk paguajnë $6 milion për heqje njollash. Ajo me këtë që tha, tregon që pazaret të cilët po bën Partia Demokratike duke paguar para në këmbim të imazhit, të pastrimit të imazhit të... Pse i quhen pazar, avokat? Pazar është ai tani. S'është pa negociat, Të lutem. Jo, po përdorin turqisht e pazar, duhet i gje ullët. Po se latinisht, italisht negociat, negociation, po s'është negociata, shiko, ajo në mënyrën se si e tha, në mënyrën se si e tha, po ta vjere, tha, këta nuk mund të bëjnë negociata me njerëz në kurrizin e presidentit Trump. Me vjerë pa djenin e Trump. Dhe po mori vesh presidenti Trump, këta i goshdoj gjithë. Dhe kjo është logjika e gjithë situatës të cilët nxjerr. Unë kam ndjekur me vëmendje gjithë atë opinionin të cilin ka shprehur, dhe ai ka shprehur që unë do ta çmontoj, por pasi çmontoj Berishën, a do më të ndihmoni dhe do jeni me mua të çmontoj Ramën?